15 janar, mbreti triumfues. Hir mbi ju, dhe paqe nga ai që është dhe ai që ishte, dhe ai që po vjen, dhe nga të 7 frymet, të cilat janë përpara fronit të tij, dhe nga Jezu Krishti, dëshmitari besnik, i paralindurit të vdekurve, dhe kreu i mbretërve të tokës. Zbulesa 1, 4 deri në 5. Çfarë bën atëherë kur bindjet e tua të krishtera dhe rrethanat e jetës sate duket sikur shpallin dy të vërteta të ndryshme? Ky ishte rebusi me të cilin përballeshin lexuesit e parë të librit të zbulesës. Libri i fundit në Biblën tonë nuk u shkrua për të na ngatëruar, por për të na bekuar. Zbulesa 1:3. Nuk duhet ta shohim atë si një koleksion gjë-gjëzash apo si ndonjë kub Rubiku për teologjin. Përkundrazi, ne duhet të kuptojmë se Gjoni po u shkruan të lexuesve në një kontekst historik, besimtarëve të shekullit të parë që po goditeshin dhe po përndiqeshin nga autoritetet e kohës së tyre për t'u ofruar shpresë dhe siguri. Ungjilli po predikohej dhe populli i Perëndis ishte plotësisht i bindur se Jezusi, ashtu siç kishte shkuar, ashtu do të kthehej. Ata besonin se, si Zoti dhe mbreti i lartësuar, Jezusi i kishte plotësisht nën kontroll të gjitha rrethanat dhe vullneti i tij po kryhej në mbar botën. Kjo ishte bindja e tyre. Mirëpo, kur shihnin rrethanat e tyre, dukej sikur ato nuk përputheshin me bindjet e tyre. Asnjë nga gjërat që ata ja pohonin njëri tjetrit dhe që ua tregonin miqve dhe të afërmve të tyre, nuk dukej sikur po ndodhte. Tallësit ishin të shumt. Në fakt, apostulli Pjetër i kishte paralajmëruar tashmë besimtarët. Në ditët e fundit do të vinë me tallje tallës, dhe ata do të pyesnin: ku është premtimi i ardhjes së tij? Sepse që kur etërit fjetën, të gjitha gjërat mbeten kështu, që nga fillimi i krijimit. 2 Pjetrit 3 deri në 4. Ndërsa kisha ishte e vogël dhe e sulmuar, perandoritë e njeriut po rriteshin në fuqi dhe rëndësi. Intensiteti për ndjekjes po rritej. Padyshim që i ligu erdhi dhe u shtiu në mendje këtyre të krishterëve që po vuanin se ata kishin rënë pre e një mashtrimi të madh. Ata kishin nevojë që Jezusi të vinte dhe t'u jepte këndvështrimin e tij në mënyrë që problemet e tyre të mos i shkurajonin, t'i hutonin ose t'i mbingarkonin. Ata thjesht duhej të kuptonin këtë, se Jezusi ishte ende Zoti dhe mbreti triumfues. Ringjallja e tij prej së vdekurish kishte shpallur autoritetin dhe integritetin e tij. Njerëzit e tij mund t'ia besonin atij jetën dhe të ardhmen e tyre. Në një botë që vazhdon të shtyp popullin e Perëndis, libri i zbulesës është pikërisht ajo që i duhet kishës sot. Ndërsa errësira ekonomike, privimi material dhe çështjet e moralit dhe të identitetit personal përbëjnë kërcënim real për mendjet e burrave dhe grave, mesazhi i Gjonit na kujton se besimi ynë i krishter është më së mjaftueshëm për t'u ballafaquar me sfidat dhe pyetjet me të cilat përballemi. A ju shtyn rrethana të mendoni se ndoshta bindjet që keni për besimin tuaj mund të jenë të gabuara? Prehu në këtë siguri. Jezusi u ringjall. Jezusi mbretëron dhe përfundimisht Jezusi fiton.